Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E vëllezër, Allah ja bëft kabul këto ibadetet që i bam, ato dy recat që i falem. Inshallah taala prap do të vazhdojmë edhe me një pjesë të namazit. Pra normal na do t'i falim 4 recat, por kush ka kohë të shtëpia mundet me shtu halas, s'ka problem. Kush do me fal edhe njerë vitrin mundet me fal, që ka fal, mundet me s'me fal, nuk është çështja shumë e komplikume. Se shpesh na me pyetjet tona e komplikojmë më shumë se sa çka duhet. Inshallah taala nuk është problem shumë. Dijeni një gjë, farzet e Allahit duhet mi kry strikt. Haramet që i ka bërë Zoti haram duhet më largu strikt. Mes tyne pastaj ka gjëra të cilat elhamdulillah ka mirë kuptim edhe tolerim. Unë po du me fol pak për disa pika që kanë bëjnë me natën e Kadrit. Para një vjetë këtu në këtë xhami kena marrë në këtë vend, por atëherë nuk e kom pas këtë mikrofon, e kom pas mikrofonin tjetër këtu. Kena marrë pak a shumë për natën e Kadrit, kena folë në atë pjesën nalt atje, por ndoshta nuk im kontë një jetit vëllezër, edhe na kemi një rregull në Islam për kujtos, sepse për kujtimi ose këshilla ju bën dobi besimtare. Nuk do ma thonë gjithmonë me pru gjëra të reja. Të jam i sinqert, duke kontaktu me njerëz në rrjetet sociale, unë po shoh se hala kemi vend për përmirësim, do të thonë ajo nevoja për dije është e madhe edhe ka keq kuptime ka për do detaje të mësimeve fetare sa kërë nuk na merr mendja neve populli sa i ka do senet pa qarta. Thush amon e zëta, për një mes janë të e ditë që të mesele. Aty këtu, s'po thonë që elhamdulillah rrjetet sociale kanë bot veten me artë të kontakti ma shpejt të hoxha, ma shpejt, ma kollaj, por edhe në anën tjetër me kuptu nëse çfarë nevoja ka ky popull. Një për atyre që po më brejnë dhe po kam qef me nda me juve dhe ndoshta inshallah përmes rrjeteve sociale përfitojnë kur ta ndëgjojnë njerëzit, është rreth natës Kadrit, se na jemi mbledh me niyetin që Allahu xhel inshallah dën Zoti edhe e nxam me ibadet këtë natë sot. Të nderuar vëllezër, gabimi i parë që është rreth natës Kadrit, e që shpesh bëhet nga xhamati, nga njëherë pa qëllim, edhe nga hoxhallart, pa qëllim po thonë, është se thonë nata Kadrit është e vlefshme sa 1000 muaj. Kjo është gabim. Nata Kadrit nuk është e vlefshme sa 1000 muaj. Nata Kadrit është e vlefshme pa hesab. Allahu Gjeleshanu nuk ka thonë Kur'an nata Kadrit është e vlefshme sa 1000 muaj, por ka thonë është ma e vlefshme se 1000 muaj. Sa o Zot, kërkush nuk e di. Nata Kadrit, sikur të ekzistante ndoshta numri 1 trilion, unë po thonë, 1 trilion. Allahu kish me thonë nata Kadrit është ma e vlefshme sa 1 trilion muaj. Se në atë kohë, numri më i madh që ka ekzistu, ka qenë 1 mishi. Pastaj numrat janë shtu. Dhe Allah, për me përafru në mentalitetin e njerëzve, i ka përmend do shifra dhe do emra me afru situatën me realitetin. Për shembull ka thonë, në xhenet ka lumej, pem, lisa, hije, ushqime, i ka përmend me emra disa prej tyne. Sahabët e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wasalam, e pas tyne edhe ata janë pyet Ibn Abbasi për shembull, ka thonë çdo sen që përmendet me emër në Kur'an, nga bota tjetër, nga bota përtej me xhenetit, xhehenemit, është vetëm me afru situatën, përndryshe nuk është çashtu. Është diçka e paimagjinueshme, është diçka shumë e vlefshme. Me ta përmend emrin e saj dhe formën të sunë kap. Atë çka me përafru. Edhe Allah për me përafru sa e vlefshme është nata Kadrit, e ka përmend një numër që kon më i madh në atë zaman. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa shpërblime, disa sevape apo disa veprime edhe shpërblimet e tyre. Ka thonë, kush e ja fal xhenazën një njerit, ka shpërblimin e 1 karatit, dukati matet me karat. Ka thonë edhe kush e varros një njeri, ka shpërblimin edhe 1 karat tjetër, 2 karat.
ai që prat derisa të varroset kryet, edhe ai që ja fal xhenazën sa 2 karat. I kanë thonë ja Rasulullah, po një karat sevape. Sa ka vlerën edhe madhësinë, ka thonë sa kodra Uhudit. Sa kodra Uhudit. Kur ka përmend për sunetin e sabahit, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, para mendojeni çfarë vlere? Subhanallah. Suneti i sabahit ka thonë është më i vlefshëm se dyjoja dhe çka kanë ta. Allahu Ekber. Suneti i sabahit. Ti edhe unë, inshallah semi na po unë po them çashtu ti edhe unë. Unë s'jam edhe ti si je. Ja kemi lakmi kur na thot dikush, filan multimiliardere në ditë i fiton për shembull 1 milion euro ose 17 milion euro, edhe thot dikush la ilaha illallah, luma saj. Jo be. Ti ku çosh për sabah, ai hala pa çel firmën ti ja ke kaluar ti, ama me sevape. Ti je të fitu vetë sunetin, ku është farzi. Pra feja jonë i ka përmend dosane me numra, me shifra, me gjëra, me ta parafru ty meselen. Edhe nata e Kadrit është më e vlefshme se 1.000 muaj. Sa është veç një Allah e di. Vlera e saj ku shihet në botën tjetër. Prandaj na i bëjmë ibadetet duke besuar në botën tjetër. Na nuk i bëjmë ibadetet veç me pa sa shohim hunën tonë. Për te. Kjo është prej gabimeve që mund ta mendoj dikush që nata e Kadrit është e vlefshme sa 1.000 muaj. Një gabim që tjetër është të menduarit se natën e Kadrit duhet me nxon dyqysh. Thotë hoxha çish me zon natën e Kadrit? E mendon mja qit rjetën apo kupton? Ose kurthën. Nuk kuptohet çështo, atë kur thot na i them kadal. Me nxon natën e Kadrit, men qame lejlet el qadri imanen wa ihtisaben ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet me u fal me u lutën në natën e Kadrit, me iman të Allahi, nuk qohet për fiskulturë, nuk qohet pse shokët për shkojnë kret, as nuk shkon me hongër një syfër atje në xhami, që kret kina më mirë, se ishme të bëni humor pak më herët mos. Po shkon me iman në Allahun, qohet falet për Zot Zotit. Wa ihtisaben edhe për çat shpërblimin më shumë se 1.000 muaj. Kanë më fal gjunahet çka i ka bë më herët. Që kjo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është tjetër shpërblim për çasoj çka ka thonë Zoti. Zoti ka thonë më e vlefshme se 1.000 muaj. Çka më e vlefshme Zot? Për shembull një. A thonë suneti i sabahit ka vlerën sa, domethënë sa dyjoja edhe çka kanë ta. Allahu po s'ka thonë, po thotë më e vlefshme se 1.000 muaj. 1.000 muaj çka? 1.000 muaj që se sunetat sabahit. 1.000 muaj ma vlefshme se 1.000 muaj farzat sabahit. 1.000 muaj zeqata, se njerë në vjetë zeqati. Ma vlefshme se 1.000 muaj gjumaja. Ma vlefshme se kretë që to, ma vlefshme se falja gjenazës, që pas ka se vapin, për cilja gjenazës. Kretë që to, Allahu për në thotë, ma e vlefshme është nata e Kadrit. Kjo është shpërblim prej Allahut. Po, a ka si harreq për gëzim myshde prej pejgamberit, e kjo tjetër është. Çka qenë ka për pejgamberit, që kjo që e përmena në fund, kush falet natën e Kadrit, me iman dhe me pritjet shpërblimit, që ati shpërblimit, ma shumë se 1.000 muaj, Allahu ja fal gjunahet që i ka bën të kalumën. Tu kemi gjunahet më të vogla, po janë për qëllim gjunahet e vogla, për arsye se gjunahet e mëdha kërkojnë pendim. E nëse janë ndaj dikuj tjetër, kërkojnë mja kthy hakin. Pra pejgamberi ka thonë një përgëzim, Allahi një përgëzim. Përgëzimi i pejgamberit që të fshin gjunahet e kalume, më i vogël se sa përgëzimi i Allahit. Përgëzimi i Allahit më i madh, më e vlefshme se 1.000 muaj. Qysh me zonë, po kthehemi apet aty. Pata një pyetje që thotë hoxha, nëse unë falem gjys natë, a ku më zonë natën e Kadrit? Ne i themi kështu. Nata e Kadrit është një tërsi prej perëndimit diellit deri në lindjen e diellit ose deri në imsak, deri në sabah, lindjen e tagimit, më saktë. Tashti, nëse janë çdo 10 orë, po tham 10 orë, ma kollaj. Nëse ti 1 orë falesh, i kish problemin për çat 1 orë sa e fal. Nëse falesh 5 orë,
ti kish problemin 50% që asaj natë. Nëse ai tjetri e falë 10 orë, ose ka lexuar Kur'an, ajo ka më shumë se ti. A e keni nxanë gjithë natën e kadrit? Po, gjithë e keni nxanë. Po gjithë secili qatë sa është munu, qatë që është përbly. Njëjtë sikur se në një punë kur shkon, edhe punon me një orë. Ai ka punu 1 orë, shpërlet për 1 orë. Ky tjetër 10 orë, e merr pagun për 10 orë. Pra, nuk mundem na me thonë, mos mu ka prish nata kadrit, se unë s'jam falë deri në sabah. Sa të falesh? Qaç e ki, sevapin apo shpërblimin. Tjetra. Kërkimi vetëm në natën e 27, nuk duhet veç mu përkushtu, ani, na po e bëjmë këtë, sot për shumë, kena artullu salon që tjetë sante nata kadret, por, netve tjera nuk do më thonë mos mu falë në heq. Është e gabume kjo bindje. Ma najtë se natën e 27, nashta sot, ose si vjetë mund më konë 25-ën. Prandaj çka me bona, na me u fokusu në ibadete 10 ditë e fundit ekstra, në ato teke edhe ma ekstra, në të 27-ën edhe ma ekstra. Se ka dite që afrojnë natën e kadrit të 27-a. Por nuk e definojnë. A veç në të tek, çka themi na, të e pas parasysh, se ka mundësi na me gabu. Dikush ka gjëru me 18-ën, dikush me 19-ën. Dhe ma një ditë për para, dikush një ditë. Thashe ka mujtë më konë të ata pram 27-at e na, sot, që ka theme, për mi i këtyne, munohë në 10 netët e fundit, me boj ibadet sa ma shumë. Unë e përshkruj këtë qështje, ibadetin e 10 netëve të fundit, të cilat janë të mbushura me sevap. është sikur se një kompani, po thëmë kështu, një bank, e cila ka dukat full. Edhe të thojnë, ata shefat thojnë, qëre, një prej netve ka më konë qelë banka, kush dojnë me marë pare, dukat. Ama cëllën na nuk kalzojnë. Ju do një gjdo natë më arë me cakat me këqyrë kur po qilet. Cili prej neve kish me prit veç 27-ën, as njoni. Bile edhe me pas gjetë qelë me 23-ën, kish me thonë, shkojmë atë 27-ën, helbete me, mos pëgjojmë apet qelë. A kuptan? Pasaj tjetra, po nëse do të thuhej, gjdo natë muni me marë një shumë të caktu me të pareve, dukatve. Ama një natë e keni pa hesap me marë. Gjdo natë muni ka 1.000, 2.000 vlerëtarit, ose ka 1 kilogram 2, po një natë e keni pa hesap. Cilë do të thoshte, unë pelave qatë natë. Pa dushim që do të shfrytëzonim të gjithë gjdo natë me shku me marë. Kështu është edhe ibadetin e 10 netët e fundit. është i pa hesap me sevape, por nata kadrit është diçka veçantë. Fokusimi veç natën e kadrit, nëse nuk janë animojmë edhe veç natën 27, nëse si animojmë netëve tjera, është të dashur vëllezër, e thamë këto, edhe me pak me keqardhje, po edhe me bajgu me vetë dije, domethënë me qëllim po e thamë kështu. Është një lloj në kundërshtim pak me urtësit e fshehjes natës kadrit. Është pak në kundërshtim veç natën 27. Unë nuk jam kundër këtij organizimi, se vetë ku marr, kam qenë vjetë, apet nëse më thëni apet ve. Na do të vazhdojmë me, por jo, ju lutëm, apet nesër bëni ibadet, apet mas nesër bëni ibadet, deri në Bajram. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam çka ka thonë? Allahu ma kam shef natën e kadrit. Masi ka kallzu e kam shef. Për çka? Që besimtarët me u aktivizu në 10 e fundit shumë. Se Zoti, e di Zoti kur nata e kadrit. Edhe si ka pengu Allahit kur gja, as se pyet kërkan. Edhe ka mujt me qëta. Por e kalon që besimtarët me shtu ibadetin. Tash, qëto që e kam shef Zoti, na nuk bën me përcaktu në mënyrë të prerë me mendu se vetë që kjo është. Andaj qka? Sa të mundeni, shfrytëzojeni. A ka qenë për umetet e kalume? Nuk ka qenë për umetet e kalume. Është rahmet veç për umetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra, Ramazani ka qenë për kretë umetet. Marrin mend të ndërum vëllezër. Shahadeti ka qenë për kretë umetet. Por secili umet ka thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna, dhe dëshmoj se
se cilë umet e ka përmen pejgamberin e vetë. Adem Rasulullah, Nuh Rasulullah, Musa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, Isa deri te Isa i parafundit Rasulullah. Por edhe pse kanë thonë ata Musa Rasulullah, të gjithë pejgamberët edhe umetet e tyne, shikoni çfarë vlerë ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe umeti i tij, të gjithë pejgamberët dhe umetet e tyre e kanë ditë për ardhen e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e kanë përgëzuar popujt e tyne për ardhen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe Zoti kur i ka bërë pejgamber, të gjithë pejgamberët ja u ka marrë një bes. Cilla është ajo? Me i besu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe nëse do ta dërgoja në kohën e tonë o mus Muhamedin alayhi salatu wassalam, çka kishe më bëti? O Zot, do ta besoja dhe do të bëhesha pasues i tij. Ajet kuranor ka për këtë. Pra kushtet e Islamit, shahadetin, namazin, zakatin, Ramazanin, haxhin, këtë pejgamberët i kanë pas obligim. E na jemi në Ramazan. Pra çet Ramazan, një muaj ditë, e kanë pas obligim të gjithë pejgamberët. Po në rrana këtij Ramazani nuk e kanë pas natën e Kadrit. Kjo është dallimi edhe vlera e këtij umeti. Pse Allahu xhalla shanuhu e ka nderuar këtë umet fillimisht duke e quajtur në akhiru zaman. Akhiru zaman është koha para kiametit. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, unë edhe kiameti jemi dërguar si këta dy gishta. Ardhe Muhamedi alayhi salatu wasalam nënkupton që dy janë si ka fundi, pastaj vjen kiameti, pak kiamet. Nëse dy janë prej këtu ka fillu, pak kiamet. Që kjo pak sa është nuk e kam përmjë tut. Se po më pyet dikush në internet, po gjë, ne ka i tuta, lufta, kënej lufta, ne mos po bëti, mos u tut. Apo thush shahadat la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, nuk të mërin kiameti ty. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë kiametin në një zaman kur njerëzit më të mirë të atij zamani kanë më thonë, i kemi një të parët tonë, të përmend një fjalë, Allah, nuk e dim çka është kjo. Mbi që ata nuk bëhet kiameti, që aty një qënë Allah i një erë, e nuhatën e vëthithin, edhe vdesin. E mbi ata që as emnin Allah, nuk din me shqiptu mbi ta bëhet kiameti. Berni si rregull. Për gjithsesi, ajo që ka kryen nga bota, është ma shumë se ajo që ka mbet nga kjo botë. Ku po du me dalë? E ka qenë në akhiru zaman këtë umet, dhe ja ka mundësu Zoti dy të mira. Një, me jetu pak në këtë botë, që është pak, umeti ynë jeton gjallë dhe 70 vjetë, mesatarja. Pse mos me jetu shumë, na po kem qef me jetu? Po ti po ki qef me jetu ose une, se kena kuptu realitetin e kësaj bote edhe të vërtetën e botës tjetër. Allah e ka pru Ademin a.s. këtë botë me dënu. Mu lodh, me punu, për me fitu ahiretin. Se kërja ka dhonë pa pare, se ka ditë vlerën, pa mund. E kalon me jetu pak, që mos mu munu me fitu shumë. Po unë po du me mri se vapin e Nuhit, ti mund është me thonë, aj tjetëri. Në kohën e moqme ka pas njeri që ka nejtë në ishull, veç ka bo namaz. 500 vjetë. 500 vjetë veç është falë. 500 vjetë Allah i ka që ujë edhe pëm me hongër. S'ka punu kur gjë, është falë. Nëse kemi atë ymër, unë e 50 vjetë, 70, 80, së më benzonë Nuhin a.s. për minimi vjetë, Zotë ka dhëtë mësot, ka dalë, po unë ju dubre juve. Ju e një umeti ma i zgjedhër, kuntum khejra umme, ma i mirë umet, që keni dalë në fytyrë tokës. Atër e Zotë, po unë pëdu se vape, 6-7 vjetë së pëmëri Nuhin, unë ta kunë lonë një ditë, në të cilën ti, kur të bëjsh ibadet, ka më të vlerësu mas pakti. Mas pakti, 82 vjetë e sa mujë, kush e dhe matematikën mirë. Më thonë, për minimi mujë, është nata kadret e kam fjallën. Pra kjo është mirësia parë që Allah në kalon në ymër pak, po se vape shumë dhe në ka mundësu për çdo ibadet që bëjmë mas paku 10 fish më shpërbly, e 700 fish e pa hesap. 3 kategoritë se vape të shpërblime. 10 fish, 700 fish, pa hesap. Nuk ka një fish, 1%, 10% e përpjet. Kjo mirësia parë në kalon në ymër pak. Dhe mirësia dytë, masi të vdesim, jeta varrezave që quhet jeta berzahut, prapë mos më nejt shumë në përvorët tona. Tu prit kur po bëhet kiameti.
Sepse I qilet se cilët një dera apo një dritare nga xheneti ose xhehenami. Të mirëve, kur ti qilet dritare për dera për xhenetit, I vjen mirësia për atje. I shet mirat atje, unë e pesha ka përbin bukën atje. Po thëmë lë mas na kena me amur bukë. A e kupton? Qa thot a I mire? Allahumme qime sa. O Zot, bëne kiametin ma shpejt. Për me shku të qatë të mirat e xhenetit. I keqe, rrin të prit në varë, I qele dera xhehenamit, e I vjen flaka dhe sikleti, thot, qka? O Allah, ma se bënë kiametin. Ky, po knaqët që po sheh, I miri, po ka qërë ma shpejt. Edhe I keqe, po tutët, ama qka pepret atje, po thot mësë bënë. Për mësë me jetu na shumë në vore, na kalon ahir ymeti I fundit më konë, që kur të vdesim na, me bon sa ma shpejt kiametin. Pra me do t'i ki, prej Ademit a.s. njerës që janë e përvorët e tyne që, ku e di, 200.000 vjetë, 300.000 vjetë. Një Allah e dhe se kur është kriju dujoja, se s'pojnë si ata 5 milion vjetë që ke shpela, që ke gurit 2 miliard vjetë, s'pojnë janë e na. Edhe me bo ma shpejt kiametin që na me qenë të fundit që vdesim, të partë që kena morin gjallë, të partë që kena më marrë mpytje, të partë që kena më hynë xhenet. Pra, sikur se shtëpia që ndërtohet për temelit deri në kulm, pastaj prishet prej kulmit deri në temel. Dujaja është kriju Ademi a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në botën tjetër gjykimi fillon prej umetit Muhamedit a.s. deri te Ademi, e kundërta. E kundërta. Të partë me jetu ma pak këtë botë mos mu lodh, me jetu sa ma pak në jetën e varrezave, mos me prit shumë dhe me hy sa ma shpejt në xhenet. Se dita e kiametit sa vjet është? Kush e dhe? 50.000 vjetë. Dita e gjykimit. 50.000 vjetë. Me Sulejmave kaja, a 50.000 vjetë tonat, a 50.000 vjetë Zotit. Sepse te Zoti një ditë është sa? Sa 1.000 vjetë. Wa yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Te Allah është një ditë sa 1.000 vjetë të jo. Që I bjen, nëse na jemi në 2026, po I bjen te Zoti dita e tretë ka sabahi që atë, sa ka le dili. La ilaha illallah. Vllazni, djem. Kjo gjësi ka një Zot shumë të madh. Kjo gjësi nuk është kriju rastësisht. Allahu I kalon këtë mirat për këtë ummet. Çdo sen ja ka mundsu, marrë natë kadrit, marrë shpërblime, marrë po ta mundson Zoti mu pendu, me t'i fal kretë gjunat, edhe natë nana I që ka mbyt 100 I ka bon, edhe ati ja ka fal. O, veç birin sejdë Zotit. Veç ktheu te Allahu. Prandaj unë I përmend do gabime, I përmend edhe do vlerat natës kadrit. Aman, nuk mendoj se ka ma të pafat njeri, a tregtar, a biznismen, a çka do koft, I cili nuk di me shfrytzu qëtë natë. A ka sezon në botë që njerëzit asoj sezone nuk e shfrytëzojnë, kretë e shfrytëzojnë. Fëmija që fëmi, del shet diçka, kur të vjenave sezona turistave ju shet. Pse na muslimant e kemi një sezon që kam në Ramazan, edhe nuk dim me shfrytëzu. Ashtë sinqerisht është, ose demerluku I madh, ose nuk jemi të vetëdijshëm në ata që jemi të kalu. Nuk jemi të vetëdijshëm. Me të ardhë, me të thonë Zoti Gjellëshanu, kish probleme, pa hesap, edhe apet me fjet njeriu, shkoni këtyre në pazar. Në ora 4 shkojnë njerëzit për me shit qka, pemë dhe perime, që janë halal. Besimtari mos më qumë me fal namazin e sabahit në Ramazan. Po rrin deri në sefyr, pa në sefyr dhe po flen pa fal sabahin. Atëraj, nuk është më I mendshëm se sa një fëmijë ose një tupanxhi që kur të vjen vakti I tupaneve s'flen ai. Për çka? Pa ka sezonën ai. Ti muslimane ke kuptu dinin që ki më shpëllu te Allahu dhe nuk e shfrytëzon Ramazanin. Nuk e shfrytëzon 10 e fundit. Nuk e shfrytëzon namazin e natës ku Allahu Gjellëshanu çdo natë zbret në qiellin e kësaj bote dhe thot, a ka kush më lutet, t'ja pranoj lutjet. A ka kush bën dua, t'ja pranoj duat. A ka kush kërkon pendim. A ka mundësi dikujt Zoti më mshël derën e qiellit. Kërkuj. Çdo kryetar në botë, kryeministër, ku e di çka, duhet më bëhet termin. Edhe sa dyr duhet më kalu për më mbrojtë ai. Zoti po vjen, po të thot ty, ku je o burr, ku je o musliman. Edhe mos më shfrytëzu natën e kadrit. Mos më shfrytëzu 10 që në fundit. Unë mendoj të dashur vëllezër se kemi nevojë për një refresh,
të imanit tonë, kjo çish bëhet, pika kyçe e kësaj është vullnet edhe dije. Vullnet. Me pas vullnet Allah. Nëse jemi natë dhe mela, nëse na jemi të përgjumur, nuk ecim përpara. Edhe dije. Pa dije nuk mundesh me pas vullnet. Sa dush ti jepi gaz, kur ty t'u kalon takati. E ke pa plesh. Ja bëjnë, më ka shu guni, ti shëmpon i ri edhe njerë. Ai normal thot, po s'ka ma. Kështu është edhe një person i cili ka vullnet, po s'ka dije. Dija është ajo që të manë ty, që ka me bo me ledzu. Nëse s'lezën kur gja, hynë në për rrjetet sociale, sa të dush ki me ngu. Sa të dëmë. Vetëm ajer të dash me pytja, përgjigja, derse, qka. Ndaj, për me kalu qëtë krizën e të cilën mund t'jeme, krijoni bagazh dijes, edhe mbusheni me vullnet dhe dijeni se çdo ditë që lind është një shansë e re që ndoshta nuk e mrim akşamin. Pejgamberi alayhis salam kështu na ka thonë: konsideroje se është dita e fundit, sa ki me shfrytzu deri në maksimum. Andaj të ndërruar vëllezër, hoxha bon koha. Le të jetë kjo një rikujtim për veten time, po ashtu për juve që të jemi të kujdesshëm, të shfrytëzojmë sezonat, aman për hir të Allahut azza wajal, se tek e fundit të gjitha këto të mira na kthehen neve në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Allahu na i pranoft ibadetet, duat dhe veprat e xherit, u takofshme gjithmonë për bereqet dhe mirësi, walhamdulillahi rabbil alamin.